Fjala vetëm të dua dhe faleminderit mund të rikthej besimin, dashurinë, mirënjohjen, mund të rikthej diçka të vdekur në jetë përsëri. Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri në këtë takimin ton të drejt për drejt. Fripodi është një marrëdhënie jone për drejt, me meditime, me rrugtimin si të duam veten. Shumë mesazhe më vinë dhe unë u kthej përgjigje të gjithëve në inbox. Janë mesazhet, ju falenderoj shumë. Çdo javë kemi live meditim falas. Sot do flas për një temë që është mallëngjyse, është me shpresë, është shumë terapike. Eksperimenti ndodhi pa dashje, por nuk asnjë gjë në këtë jetë nuk ndodh rastësisht. Në korrik me fillim të gushit unë kam me pushime. Dhe i them djalit tim të më ujis lulet. I lë lulet e mia. Nga shumë njerëz të dashur që më kanë sjell. Një lule që unë e mbaj shpesh, domethënë dhe më thënë dhurat është lulja e Krishtlindjes e Dufort. Të gjithë që më njohin e dinë që e Dufort dhe një mikesha ime më solli vitin e kaluar që përshëndet në vini. Dhe kjo lule ishte shumë deri në gusht, gati në korrik që lashun, për ta që e kuqe, si të shikoni atë tjetër. Më thoni pse tregoj unë këtë, po do t'u them historinë që djali im nuk e ujiti lule dhe u thanë, u bën shkrum. E shikon? Vjen keq që nuk ka marrë një video para, po ju shikoni që akoma kjo është në riparimin e saj, komplet. U bë për të hedhur poshtë, jo vetëm kjo, po të gjitha lule. Tani unë mora këtë sepse këtë kam këtu dhe nuk i marrë dot gjitha që kam rreth shtëpisë. Dhe normalisht çelësi është e reagimi. Dhe njëherë më tregoi se reagimi im nuk ishte si çdo ishin nëna shqiptare që e ditin. Pse s'nipotis edhe një gjë që të lashun nuk filloi aty. I thash që mirë ishte ti kishe ujitur sepse mami ka shumë për zemër. E filloi ato tjetër, nuk u mora fare. Kur erdhi mësuesi im shpirtëror, i them me pak a shumë me dhimbje, i them që lulet e mia u thanë, më thamë, tani ti hedh poshtë, tash janë bërë edhe nuk e di se po pse po i mbaj akoma. Ja, më tha mua, po në qoftë se filluar ribesimin. Ato mund të kthehen. Tash unë po si mund ta fillojmë ribesimin, si mund të kthehen? Nuk e di tha. Dhe po e mendoja. Stash që ditën tjetër u çova në mëngjes dhe pa e kuptuar pas ritualit tim bëra një ritual të lezetshëm. I hodha unë të 3, të 4 të sa janë këtu dhe u thash, ju dua faleminderit. Ditë për ditë kjo gjë. Po kur them ditë për ditë dhe mallëngjem që e them sepse e përjetova. Dhe ishte terapike. Dhe ajo lëshonte atë shkumin që ua tregova dhe lëshonte një gjeshë jeshile ditë për ditë. Unë ditë për ditë deri sot që flasim dhe po bëj këtë video, ju dua faleminderit. Dhe ju ma riktheu këtë, u rikthye në jetë. Që na mëson kjo gjë, na mëson shumë gjëra faktikisht. Na mëson se çdo gjë që na ka lënduar, çdo kohë që kemi lënduar me dashje apo pa dashje, se gjithë e kemi bërë. Nuk ka njeri që nuk ka lënduar dhe nuk është lënduar. Nuk ka njeri që nuk ka dhunuar. Base jo me dorë, me fjalë, po në të gjitha aspektet gjitha e kemi bërë gjithë. Base jo në këtë jetë, në jetën e bashkë. Fjala vetëm të dua dhe faleminderit mund të rikthej besimin, dashurinë, mirënjohjen, mund të rikthej diçka të vdekur në jetë përsëri. Çfarë pushteti që një terapi shumë e thjeshtë, e pa analiza në gjëra. Uj, të dua, faleminderit. 3 gjëra, 3 statistike. Me disiplinë dhe determination. Jo thjesht t'ia thuash sot e ta harrosh nesër. Pra çdo gjë në jetë, çdo gjë që bëj, vetja jo.
Në pas që të dalësh e ti thuash të dua, faleminderit. Të dua, faleminderit. Dhe unë këtu sot, po ju them, ju dua dhe faleminderit. Dy gjëra e shroka një çdo gjë. Mirësia dhe mirënjohja. Të të dyja janë qelësi dhe ilaçi i gjithë shkaj. Faleminderit shumë, më shkruani, më bëni subscribe, nëse ndjeni dhe nëse doni t'i tregoni dikujt diçka, shpërndajeni këtë gjë. Është reale. Ishte një eksperiment real që u bë rastësisht, po që më mësoi shumë gjë të madhe.